Vllaznia e futbollit të femrave ka marrë një tjetër fitore në kampionat. Në fushën sportive Reshit Rusi, Kuqe-Blut kanë mposhtur ekipin e Tiranës me rezultatin e thellë 13-0. Në pjesën e parë, vajzat shkodrane arritën të shënojnë 6 gola, ndërkohë në 45 minutat e dyta u shënuan edhe 7 gola të tjerë. Në këtë takim, Megi Doçi shënoi në total plot 8 gola, 3 në pjesën e parë dhe 5 në 45 minutat e dyta. Ndërkohë, pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë së futbollit për femra Nikolin Leka dhe sulmuesja Megi Doçi thanë se pavarësisht humbjes së pak javëve më parë me Gramshin, ata synojnë fitimin e titullit të 12 kampion. Normalisht diferencat dihen midis dy ekipeve. Tirana ka kënë vite të tjera pretendente, si vetë është një ndër ekipet dobta, më thënë, të kampionatit, por gjithsesi ne nuk shohim çfarë bën ekipi kundërshtar. Kena ekip kundërshtar përpara, ne thjesht shohim lojën tonë dhe kena punu gjithë javën që të përgatiten për këtë ndeshje, vajzat zbatojnë detyrat sepse në vazhdim në javët e ardhshme ndeshjet do të jenë më të vështira, kështu që ne paraprim gjithmonë aty në ndeshjeve të ardhshme. Kështu që unë jam i kënaqur përgjithësi me vajzat sot. Kryen ato detyra që kishim lënë, çarkullën e topin, vrapun e shumë, luftun për topin e parë, normalisht një ndër pikat e dobta, sidomos në ndeshjen e Gramshit ka kënë finalizimi, jo si mund shihit finalizimin këtë ndeshje, sepse është ekipi i dobët përballë që ishte ekipi ton, por gjithsesi ato detyra që kishim dhënë vajzave edhe para portës në finalizim ti zbatojnë dhe sot i zbatuan. Vllaznia do kthehet në kohën e nivelet e duhur, në atë nivel që është mësuar me kanë vllaznia, dhe vajzat çdo ditë më tepër janë duke marrë vetëm as asaj humje, dhe kështu që shkojmë drejt aty në objektivat tona. Për ne është e rëndësishme që është fituar ndeshja dhe kemi marrë 3 pikë. Patjetër që unë të gola nuk i kam shënuar vetëm, i kam shënuar me nimen e shoqeve të ekipit dhe ata që dhanë shoqet e ekipit në fushën e lojës. Kështu që e rëndësishme është të vazhdojmë marrim pikë sepse na duhen për dalë fitues kampionatit, pavarësisht se është në Final Four, por gjithsesi për ta mbyllë part, sepse jemi në ndeshje mangut, por edhe vazhdojmë shënimin e golat pse jo në thyrrjen e rekordeve. Ne gjithmonë kemi pas vështirësi, jo vetëm nga Gramshi, ka qenë Tirana, ka qenë Fieri, po ashtu Apollonia, Partizani, po ashtu. Kështu që ne jemi mësuar me këto vështirësi. Objektivi është i qartë, objektivi është të dalim sërish kampion. Edhe për këtë po punohet çdo ditë. Patjetër që puna e ekipit është që përmirësohemi çdo ditë edhe më tepër. Pas këtij suksesi, vllaznia është ngjitur në kuotën e 36 pikëve dhe mban sërish vendin e parë në renditje duke qenë shkëputur 2 pikë ndaj Gramshit të vendit të dytë.